Miqtë Rezedielli, erdhi momenti që ne të jemi bashkë këtu në kuzhinë, bashkë me zonjën Tefta me përbërës të shijshëm dhe me receta më shumë fantazi si gjithmonë. Zonja Tefta, mirë se të gjej, punë të mbarë. Të kam kapur kështu në mes të përgatitjeve, po shoh që i ke vënë shumë këndshëm këto përbërësit. Po. Ekspozitë e vërtet. Po. Që t'jenë të dukshme dhe të kemi mundësin për të manovruar. Lehtësisht për të gatuar. Po këtë punë bën dhe çdo anvisë në shtëpi, i vë përpara në tryezë dhe i merr me radhë. Po. Atëre, do dalim në temë apo jo? 2 receta. Po, do dalim në temë një herë. Do dalim në temë. Nuk presim dot. Dhe kemi marrë energji, jo vetëm nga çaji që pim, po unë kam marrë dhe një forcë të madhe nga një freski jashtëzakonshme. Nga Franka. Ka parë vajzën time sot në mëngjes, kishte kofa e parë edhe një mrekulli. Unë ngritëm herët sot dhe thashë përshëndetjen ta bënim së bashku. Shumë bukur. Një kukull e vërtet. Edhe me shëndetje kishte shumë mirë. Kur bëhesh prind gjërat ndryshojnë, e fillon merr kuptim tjetër jeta, kjo është e vërtetë. Po. Faleminderit shumë zonja Tefta për përshëndetjen. Besoj që tani do ketë ngrënë mëngjesin dhe do jetë duke na parë. Do jetë duke na parë. Mirë. Unë do të lumturohesha në qoftë se do të më njihte nga takimi që bëra në mëngjes, nga ekrani, apo jo? Zërat i dallon. I dallon, po. Mirë, shumë mirë. Atëherë, kalojmë këtu në temën tonë, sepse anvisat po presin dhe shumë mama të reja besoj janë duke na ndjekur dhe kanë dëshirë që të mësojnë të gatuajnë për familjarët e tyre dhe për fëmijët e tyre. Po, patjetër. Atëherë, ne tham po që do të bëjmë një recetë ëmbël, do të bëjmë dhe një recetë të kripur. Një recetë ëmbël do të punojmë me mielin irmik, melisa. Po, melisa, duke e bashkuar me mielin zero, e zakonshëm, por ne do t'i lëmë këto më njanë, sepse përpara se të bëjmë këtë ëmbëlsirë, formën e revanis, ne do të bëjmë shurupin. Do t'a vendosim shurupin dhe pastaj do merremi me ëmbëlsirën, pasi ka nevojë për t'u pjekur, apo jo? Atëre, po, patjetër. Kemi ndezur në furrën në 170 gradë. Në atë temperaturë na duhet. Po. Tani sa sheqer? Kemi hedhur 1 gotë gjysmë sheqer për masën tavën, ja ta tregojmë së bashku, një tavë të tillë të furrës, Pirex apo qelçi, që është zjarrduruse patjetër. Mbasi ta lyej me super fresko. Ta lyej më që kemi këtu? Po mirë, edhe mund ta lyesh edhe lë. Atëre, vëm më përpara shurupin, sheqerin, po këtë mas. Unë shurupin e ëmbëlsirave e bëj me 1 me 1. Do me thënë, 1 sheqer, 1 ujë. Atëre, e vendosim këtu për të zier. Ne do themi në fillim fare, në mënyrë që të orientojmë edhe anviset apo këto tjetër që neve na ndjek, do të themi që do bëjmë ëmbëlsirën, gjithashtu do të përgatisim edhe kofsh pule, të cilat do t'i marinojmë dhe duan që të qëndrojnë të paktën 1 orë. 1 orë në frigorifer, të marinuar, në mënyrë që marinata të shkojë mirë mishin dhe të zbusi si duhet mishin. Por, këto ne do t'i shoqërojmë me sallatë, kemi marrë një sallatë të përzier, me erza, me rukola, me sallatë jeshile, me edhe finok pak, kopër, majdanoz, nenexhi, djath i bardhë. Do të pëlqente ty? Shumë e këndshme duket. Edhe kemi nevojë që të freskojmë organizmin, temperaturat e ngrohta nuk e duajmë, gjërat e rënda. Por nuk do të lëmë pa çfarë? Shpejt. Kemi dhe një tenxhere këtu ku do të përgatisim. Kështu, më falni, orizin, e mrekullueshëm, la mama, me kritaraqet melisa. Do të shikojmë se do t'i kombinojmë këto të dyja bashkë. Po. Një tjetër veçanti sot, se mendova se kofshat e pulës tash në të thatë sikur nuk shkojnë. Pikërisht. Prandaj kemi vendosur një tenxhere me ujë mbi sobë, në të cilën ne mund të shtojmë një tablet nga tableta Knorr, nga perimet ose nga mishi që ne do të bëjmë, si që është pula, mund të hedhim Knorr nga pula, jo mund të hedhim, po e hedhim, e bëjmë gati, sepse na duhet për pilafin që do të përgatisim, apo jo. Unë e lyeva dhe tavën me super fresko. Po, e lyem mirë. Mirë është? Ja. Ta lyem mirë. Edhe shpejt do të fillojmë me ëmbëlsirën. Pra, kemi bërë një para përgatitje, edhe për ato që sa po kanë ardhur dhe kanë shtypur butonin në një report në kuzhinën e zonjës Tefta, mund ta them
Nuk më takon ta them zonja Tefta, po kështu është, emërtimi apo jo. Ashtu identifikohemi. Po, pikërisht. Edhe po mos duam ne ashtu na njohin njerëzit. Po, pikërisht. Pra, në kuzhinën e zonjës Tefta kemi menduar të përgatisim një revani me miell irmik, ndiqeni se shumë interesante, dhe do të përgatisim kofsha pule, mund të merrni dhe pjesë tjetër nëse keni në shtëpi, edhe ta përgatisni në këtë formë, duke i marinuar me të gjitha këto erëza që unë kam këtu. Me piper të kuq, me paprika që është i ëmbël, me keri, me kumin, piper i zi, kumin kemi këtu, kripën e me aromatizuar, rosa të aromatizuar, gjithashtu kemi një degëz e marim këtu, rozmarin. Të gjitha këto do t'i bëjmë tani së bashku. Përpara se të përgatisim revanin, kemi vendosur shurupin me një mas, një sheqer, një ujë. Në rastin ton, një gotë e gjysmë sheqer dhe një gotë e gjysmë ujë. I kemi vënë këto, i kemi para prej punës. Kemi ndezur furrën në 170 gradë. Fillojmë nga puna. Kemi lyer dhe tavën. Kemi lyer dhe tavën, po. Po e heq për momentin sa të Atëre, do t'i marrim të gjitha asortimentet që do të përgatisim ëmbëlsirën. Sheqerin, këto i heqim pak më njanë, se i kemi për pastaj. Edhe hudra këtu, është pjesë e saj, këto i lëm këtu, në rregullim. Edhe kjo na duhet, miellin e kemi këtu. Këto duhen? Po, edhe vaj dhe sheqeri, patjetër, dhe këtë pastaj e Nejda më ndihmon të hapi. Patjetër, çfarë? Qumësht. Është qumësht, pra dhe qumështi na duhet. Po. Sigurisht që ne i kemi dhënë të gjitha gramaturat në recetë. E kisha nxjerr atë gëshërën këtu? Po gëshërën? Mos e kemi andej në atë krah. Na është zgjuar gëshëra, nuk e gjejmë, nuk ka problem. Mirë, s'ka gjë, përdorim një tit. Se e hapim. E hapim, po. Marrim të në tasin e madh, të veprojmë, mund të ashtu pak e Nejda. Po, që të rrahim. Që të rrahim këtë. Atëre, do të hedhim. Hedhim këtu sa masa e miellit, hedhim dhe irmikun këtu. Po, sa masa e miellit. Po, atëre, do të thyejmë vezët të plota. Një moment. Ja te ke kemi gëshërën, e kishim vendosur. Pra, për tavën që unë ju tregova, 3 kokra vezë. 3 vezë të plota. Gjithashtu, do të shtojmë këtu. Zonja Tefta, shikoj? Sheqerin, po, edhe pak. Edhe pak. Shtojmë sheqerin. Si njësoj më duken? Po. Rrahim vezën me sheqerin, derisa të na ndryshoj volumi. Marrim të sodën, kemi vaniljen. Ti përzijem këtu? Mund t'i përzijem këtu. Po sodë sa të hedhim? Një lugë çaj. Pra derisa të ndryshojmë volumin, ha? Po. Kaq apo pak më shumë? Po. Edhe pak fare. Edhe e përzijem me një lugë. Jo, mbërthirë e veçantë, që besoj jo të gjithë e njohin. Edhe mielin irmik, që e gjen ka Arilena. Patjetër. Me disa. Te koshi ynë plot. Te koshi që kemi plot. Makarona primo gusto, oriz la mama. Edhe di ato makarona që bën për fëmijët, shumë të këndshme dolën, në djathtin bebe. Tërheqëse. Tani, ne kemi vendosur mielin, por gjithmonë kemi tolerancë në këtë pjesë të kekut apo të revanis, se nga njerë ndodhë mielli me lagështirë, nga njerë ndodhë i thatë. Atëherë, do hedhim lëngjet në fillim. Këto shtojmë vaj në fillim? Po, e shtojmë vajin. Vaj olim. Vaj olim. Transparent dhe që nuk interferon, nuk ndërhyjnë në shijen e... Pikërisht. E gatimeve. Ja, dhe për të ëmbla përdoret, dhe për të kripura përdoret. Shtojmë qumshtin. Po. Shumë mirë. Dhe shtojmë me radhë mielin. Mielin që kemi bërë për zjerjen. Shumë e thjeshtë, apo jo? Po. Deri tani? Gjithashtu do të bëjmë gati mielin që kemi bërë për zjerjen me vaniljen edhe me sodën e bukës.
E shtojmë tani. Këtë mund të rajmë dhe me shpatullë. Po. Hide paprik, hide paprik. Hide. Gjithashtu, për dekorin, veç shurupit, mund të përdorim edhe o shiqer plur, ose ar kokosi. Po. E bëjmë gati dhe neve, e kemi këtu. Are kokosi. Atere, shtojmë edhe mielin imit. Shtoj, s'ka gjithë dhe gjithë. Nuk ka problem, se nuk bëhet të kokën. Nuk është problem. Shumë mire kemi. Lugën të lutem pak, Po? ose spatullën. Ja spatullën e sjell unë. Masa është gati. Do të tregojmë së bashku se sa e plot është. Kaq. Kjo mbaroj. Tani do të kemi shumë kujdes tek shurupi, që prandaj e vëmë përpara, sepse njëra duhet e ngrohtë, tjetra duhet e ftohtë. Pra, kur revania është e nxehtë, shurupi duhet i ftohtë. Atere, nuk do të mungoj këtu dhe cipa e limonit. Ndërkohë, do shohim edhe pak recetën në ekran që janë visat i fiksojnë mirë për Ja, bërësit dhe edhe gramatura. trashësia, e shohim, kjo është. Po t'i bëjmë masat si duhet, është shumë mirë. Atere, dhe cipën e limonit, pasi e kemi larë shumë mirë, edhe e grim, i jep një aromë shumë të këndshme. Pra kemi edhe vaniljen, edhe cipën e limonit. Edhe limoni aromën e ka. Shumë të mire Nuk ka, e po jo, shkëptuar. më pëlqen shumë në Po. ëmbëlsira. Edhe madje edhe një herë që kemi bërë ato ëmbëlsirën me peta me kostë, nëse mban mend, Po, me cipën e portokallit, fantastike. shumë e mirë. Zonja Tefta, ar kokosi sa duhet? Po, jo, ar kokosi është sigurisht që për aromë, po edhe për dekor, pasi të kemi mbaruar me pjekjen, edhe me shurupin, atëherë ja hedhim sipër çdo pjesë. Shurupi po na zien, ë? Po, shurupi po zien, baz valimit, gjithmonë e lëm 12 minuta, 11 deri në 12 minuta, dhe themi që e kemi gati. Pas kësaj, që mos na kristalizohet, mund të shtojmë dhe pak lëng limoni, por pak mbas së zjerjes. Në rregull. Atere, e hedhim masën. Ja, e shikojmë edhe trashësinë, Po. Kemi bërë dhe kemi përgatitur nëse u kujtohet dhe hall me mielin imik. Është një miell i mrekullueshëm. Do të na e bësh prapë se ajo hallva ishte e paharrueshme. Ishte shumë e mirë. Po, vërtet. Më parë e gjeni më rrallë, tani e kemi në... Tani, çdo gjë gjendet, sidomos Harilena që na siguron çdo gjë. Atëherë e kemi gati për në furrë. Gati për pjekje. 170 gradë kemi ndezur furrën. Është e parangrohur. Është e parangrohur. Mirë. Është i përcaktuar minutazhi apo do ta shohim vetë i pjekjes flas? Edhe do ta shohim. Dhe jemi mësuar që kekun e provojmë edhe me një shufër. Po. Kur nuk ngjit brumi në shufër, do thotë që është bërë pjekja e plotë. Kulluar mirë, Është në bërë pjekja e rregull. plotë. Zakonisht këto variojnë te 40 minuta, 45 minuta. Siç kemi bërë dhe kekët nëse të kujtohet edhe më parë me fruta të ndryshme. Ja, e kemi dhe arën e kokosit këtu. Tani arën e kokosit do na duhet në fund fare mbasi ta kemi shërbetosur për servidje. Gjithashtu, pak limonin, ti shtojmë pak limon shurupit dhe lëng limoni, edhe e kemi në rregull. Pastaj merremi me apo kështu.
Pastaj merremi me përgatitjen e pulës. Është një ëmbëlsirë vërtet që është stina që ndoshta mund të rëndohemi nga ëmbëlsira me shurup, po nga njerë edhe sikur e kemi të nevojshme edhe për organizmin, edhe me mielin mik zakonisht bëhen ëmbëlsira jo shumë të rënda. Po, më të lehta. Më të lehta, po. Atëherë, kalojmë këtu. Do të marrim një tasë, në të cilën do të kalojmë erzat që kemi përgatitur. Këdi kam një luk të vogël, po. Erzat. Ja. Bëjmë zgjedhjen e piperit, të ëmbël ose djegës. I hedhim me radhë, piperin e zi. Shtojmë këtu kerin. Keri në fakt në vetvete është një përzierje e erzave të ndryshme. Janë gati 21 erza që përzien që nxjerrin kerin. Hedhim edhe kumin, e shtojmë këtu, e përziem dhe do të shtojmë vajin. Do të shtojmë kripën e rosa të aromatizuar. Tu zonja Tefta ka gri erza të ndryshme, rozmarin. Po. Me borzilok, me nenexhik, të thara. Kemi disa. A pse të mos dalë mirë pula kur i hetër këto? Apo jo? Nuk ka se si të mos dalë mirë. Atëre, bëjmë një përzierje, shtojmë këtu edhe hudrat, të cilat do t'i shtypim. Kjo është një pjatë shumë e shpejt, pse them e shpejt, sepse do kalojnë në zgar, me një zjarr mesatar, dhe shoqërohet pastaj me orizin, apo dhe me sallata të ndryshme. Jam kurioze se si do ta bëjmë orizin la mama me orizi është pitaraqet me lisë. Po, është i veçantë, si përgatitje orizineve nuk para e përdorim në shtëpitë tona. Është një zëvendësues, si thua, një lloj ose më mirë të themi të farave të pishës, që ne themi sa herë që janë shumë të shtrenjta, ato stikat e pishës, edhe kjo pitaraqja e zëvendëson gëzëmirin, edhe në pamje. Do të shojmë edhe shurupin? Po, ja i hedhim këtu. Jemi duke gatuar 2 receta të ëmbël dhe të kripur. Të ëmbëlën e kemi bërë, është në furrë, duke u pjekur, është dhe shurupi në zjarr, ndërkohë tani do merremi me orizin me klitaraqe. Po, orizin me klitaraqe dhe përgatitjen e pulës, ë? Po, edhe përzierjen e erzave e kemi bërë këtu për të marinuar pulën. Zonja Tefta ka zgjedhur kofsha, kurse ju mund zgjidhni në një pjesë tjetër, gjoksin ose krahë, dhe krahët e pulës dalin të shishme. Shumë të shishme janë ashtu. Atëre, do të shtojmë këtu pak nga uji i nxehtë. Ta nxejmë më tepër, është i nxehtë uji. Po. Më thuaj se të ndihmoj. Kujdes mos digjesh. Ne do të përgatisim pulën, ë? Atëre. Edhe këtë e heqim se mbaruam punë. Faleminderit shumë Melisa. Do ta grimcojmë hudrën, ë? Po, do ta shtypim dhe ta shtojmë tek erzat. Po. Edhe ginger pak. Se po e shikoja kështu të mbledhur me letër alumini dhe më shkoi mendja, thash do jetë në një nga këto zhardhokët ose rrënjoret që zakonisht i mbledhim kështu për të ruajtur. Po. Pak kripë rosa, se ndihmon për ta shtypur shpejt. Edhe ginger. Edhe gingerin. Me atë renden, mundësisht. Po, shumë bukur. Pra gingerin e shtojmë tek hudra? Jo, nuk ka rëndësi. Jo, flas në rastin nuk ka rëndësi, në rastin tonë e bëm kështu. Po mund të shtohet edhe ke erzat. Mund të shtohet tek pula direkt.
nuk është kush, do me thënë që pa tjetët e udhra. Ja dhe gjinxherin që ka një aromë të jashtëzakonshme. Veç kësaj edhe një lëng e lëshon. Ja dhe kjo. Nëse mbledhëm. Faleminderit. Ju kujtohet kjo zhurmë? Mua më kujtohet, nuk e di tyra të kujtohet. Po. Havani. Çdo shtëpi e ka një havan. Me havan, nga që s'kishim dhe pajisje, edhe arrat i kemi bërë të baklavasën. Po, me havan. Veç shishe, si shtypim. Me shishe, unë di që ka shumë persona edhe kafene e shtypnin ato havanët e mdhenjë prej guri. Po. Se jo gjithmonë ka pasur mullin. Ose ka pasur persona që e preferonin më mirë të shtypur. Po. Duke sikur menin aromën më mirë akoma të kafejs. Ashtu është. Atere, kemi shtypur dhe këtë. Shurupin e heqim, se ka asë çdo pune. Bëjmë edhe këto veprime. E lëm të ftohet, sepse na duhet e ftohet, kur të dali ëmbëlsira nga furra. Dhe për ta ftohur shpejt nëse doni, se ka ndonjë që nuk duron për ta servirur, mund ta vendosim në ujë të ftohtë, si banjo mari të ftohtë. Kjo dhe na duhet për më vonë. Ja dhe hudrën e kemi shtypur dhe do të shtojmë këtu vajin. Vajin e ullirit. Vaj altis, a? Altis. Deri tani jemi kënaqur me vajin altis. Po, jemi kënaqur shumë me thënë vërtetën. Vaj shumë i mirë. Atëherë e shtojmë dhe këtë. Është bërë si një past. Është bërë si një, do të bëhet akoma më shumë, tani që do të shtojmë dhe vajin. Do dilë ka si krem, po tani po e kuptoj që bëjmë të përzierje mirë. Do dalë fantastike. Aroma duket, apo jo? Nja, mund të merresh ti pak me këtë? Mundësisht, sa të përgatis pulën unë. Atëherë, këto i heqim të gjitha erëzat që i pam, piperin e kuq djegës, në qoftë se kemi dëshirë, kemi të ëmbël, kemi piper të zi, të gjitha këto i kemi përdorur, piper kokën, në qoftë se dëshirojmë sapo të thyer, kumin, janë erëzat të gjitha ndodhen dhe këtu ke ne. Ndërsa rozmarinën e kemi shplar shumë mirë, do ta përdorim në momentin që do vendosim pulën në zgarë. Gjithashtu dhe kripën e aromatizuar gourmet që quhet. Krip gourmet. Në qoftë se dëgjoni krip gourmet, do të thotë është një krip që është aromatizuar me shumë erëza, e kaluar në mikser. Po. Janë terma kuzhine që në fakt kanë kuptimin e vetë dhe sa mirë që i sqarojmë her pas here këto gjëra, se duhen. Mirë. Atëherë kalojmë tek pjesa e pulës, të cilën e kam bërë gati njërën për ta parë. Dhe bëjmë prerjen. Pra kemi hequr pjesën e kockës së kofshës, po. E hapim kështu në këtë formë, ja. Këtu. Edhe marrim nga mishi, vazhdimisht, në mënyrë që të bëjmë hapjen e plotë. Kjo mund të bëhet edhe me gërshërë, e bëjmë në formën e një bifteku me pull. Po do të mbledhim si rolezën? Kur e bën, jo, do t'i lëm kështu siç janë. Kur e bën kështu, ke vën re kur ke njeri për shembull që ke më tepër emocion dhe nuk e arrin atë që do. Duart nuk të punojnë e nuk të punojnë. Perfeksionin. Ndërsa kur e bën veç, unë e bëra për një sekond. Ja, pra. Janë ato emocione të përditshme. Shumë thjeshta, apo jo? Se shmangim dot. Atëherë e hapim pak.
Tani atë lëkurën do t'ja lëm? Jo, do t'ja lëm. Do t'ja lëm lëkurën? Të lutem, do t'ja lëm. Ta bëjmë më të shishme. Sot do t'a bëjmë me lëkurë. Po. Tani, kjo gjë mund të bëhet në këtë formë, në formën e biftekut, mund të pritet në copa, Po. sipas dëshirës. Atëherë, e vendosim në salcë që kemi përgatitur. Ashtu si ç'është? Si që është, po. Dhe do një përzierje, mundet marrë pak një dorashk, Po. në mënyrë që mos ta, që ta bëjmë më, se do përzier me duar në fakt. Do një përzierje me duar. Këtyre ju pëlqen çunave kur i frymë këto kështu. Po. Kirurgu është gati për Apo jo? për në sallë. Për në sallë, tamam. Jo, s'ka problem. Vetëm njërën. Ja pra, kemi përgatitur salcën, me kripën, me erëzat e ndryshme, edhe e vendosim mishin këtu. Njëkohësisht e nejta, do të vendosim edhe zgarën. Do të vëmë zgarën dhe limano në... Ja, e lyej mirë, po shikoni se çfarë do të bëjmë. Pasi ta kemi lyer mirë, vendosim një letër kuzhine ose kapak dhe e vendosim në frigorifer. E lëm atje një orë të paktën, një orë të paktën. Ja. Ka marrë një flakën zonja Tefta aromë të jashtëzakonshme. Po shumë mirë e ke, të ngrohet mirë. Po. Pra, e kam nxjerrë më duket atë letrën e kuzhinës në mënyrë që të hollën, që ta demonstrojmë si duhet. Është? Po, bukur. Pra, pasi kemi lyer mirë nga të gjitha anët, vendosim pelikolon, apo letër membran, apo letër e hollë kuzhine. Një letër si cip qepe duket kjo në fakt. Si cip qepe, edhe e vendosim në frigorifer, e lëm atje një orë të paktën. Një orë. Atëherë, ngrojmë zgarën. Ja kështu, ë? Po, në këtë formë. Edhe e fusim në frigorifer, ja ta shohim së bashku, në mënyrë që të shikojmë veprimin, se kur e konkretizon, të ngulitet në mirë në mëndje. Po. E vendosim në frigorifer, e lëm, mbi një orë, sepse ashtu do të marrim mirë dhe mishi, dhe ora kaloj, e marrim. Po, e marrim. Tani, qëndroj një orë në frigorifer. Duke qënë se ne i bëjmë gjitha veprimet që janë visa të shojnë, normalisht nuk mund ta bënim më përpara si veprim marinimin e pulës dhe përzierjen e erëzave. Duhet ta bënim direkt. Anvisat na kuptojnë shumë mirë, kështu që nuk ka asnjë problem besoj. Ndërkohë që kemi revanin në furrë që po na piqet. Po. Se mos e harrojmë. Pamjen e kemi shumë mirë, mund ta shohim bashkë. Se më kujtohet ajo shpreha pastaj që kur bënim ndonjë gabim ose kur mamaja kishte frikë, thoshte mos e bëj këtë gjë, pastaj gjej vrim me futur, po e prishe ose po. Edhe ne tani anvisat që ja bëm me aq qejf, thon po nuk e poqët siç duhet. Jo, do ta Megjithatë nga kamerat nuk kanë ç'na bëjnë, por gjithsesi ne jemi vetë që e kemi atë merakun për ta. Po edhe shijojmë vetë dhe duam. Jo, shikon, nuk është atje. Problemi është këtu, që kur një anvis e bën recetën në shtëpi, duhet të mbetet e kënaqur. Po, se po nuk se ndryshe po nuk u dhanë si duhet dhe po nuk u bë si duhet, dhe po nuk e provuam në atë shije tamam si duhet. Do me thonë do të ketë mangësi dhe tek anvisat. Dhe i tani ka rezultuar shumë mirë. Ne i falenderojmë se na kanë falenderuar. Apo jo. Mirë, atëherë kjo ngro. Zgara u nxe. Shumë mirë. E ulim pak tani. Dhe vendosim. Ja ta heqim. Gjithmonë nga pjesa e lëkurës. E ka fitur të gjithë masën. Po. Edhe rozmarinën e vendosim këtu. Ne japim më shije. Ja. Do me thënë, kjo mund të bëhet në shtëpi, të shtunën në darkë, të dielën do shkojmë në piknik. Majmë zgarën me vete, po, dhe çdo gjë është gati. Çdo gjë është gati.
Shkojmë andej nga peza për shembull, ti ka lëndina të bukura. Me një shufër stikadent mund ta provojmë. E kemi këtu më duket. Janë ato kruajtëse të dhëmbëve në fakt, që janë si shkopa të imët. Dhe që ne provojmë, është pak aty poshtë, ja shikojmë se mos e gjej. Një zgaj me prush do bëhesh një gjë shumë e mrekullueshme. Nuk e gjej zonja Tefta. Një majtike ndoshta. Po, edhe me majtike, me një tik të hollë, me ato tikën e xhepit, që thoshte Atala më duket, Po. Po. Ta provojmë? Po, mund ta provojmë pak. Ani ta provojmë pak. Jo, duhet e pak. Unë them se duhet, ja. E shikojmë? Ja, treguesi. E kemi furrën si duhet? E duam dhe ishë. Mirë. Shumë mirë. Nuk është se Atala këtë më duket ishte djala që na shta fikën e xhepit, po. S'më kujtohet, ku ka ku drejti, apo... Nëse nuk e di, ata që na dëgjojnë edhe nga nxënësit, le ta zgjidhin dhe ta majnë në telefon. Konkurrentët tanë. Po. Ja, dhe te kemi shumë mirë. Aroma është, nuk e qëtua. Aroma është e mrekullueshme. Atëre, kalojmë tek orizi, shpejt e shpejt, Po. Kalojmë tek orizi. Majmë tenxhere. Lëngun e kemi gati. Tenxhere de limana. Po. Do shtojmë këtu super freskon. Super freskon e kemi këtu. Do shtojmë këtu një luk, të thuash me tritaraqet. Po. E heqim. Po. Edhe pak. Shumë i heqim. E unë pak. Majmë një luk të ruri. E kemi ndezë. Po. Ja, Dhe do i pak të skuqim pak. ngrohet, po. I skuqim pak tritaraqet, Zonja Tefta, mirë janë këto Shumë mirë të janë. pulës? Janë shumë mirë. Pa e cënuar zgarën, Po. që ty një brëndësi. Atëre, i skuqim pak. Më duket se kemi më forcë këtu. Kalojmë orizin. Dhe këtu kalojmë zgarën. Pasi kemi skuqur pak, sa të fillojnë të thahen pak, ose të marrin një pamje si të pjekura. Do kullojmë pak orizin Të marrë një në fik? kullesjen e hollë. Pasi e kemi lënë ujë të valuar, Po. Kemi valuar ujë dhe e kemi hedhur. Po. Shumë mirë. Ja dhe të kemi gati. E mbyllim dhe furrën. Të zgarën. E lëm këtu. Mund Pak gjithë fare. kjo rizi këtu mu. S'ka gjë. Ketasi. Ja dhe kjo është në rregull. Ja vendosim pak fare.
Sa ta avulloj. Atëhere, më falë. Kemi skuqur klitaraqet. Dhe sa të marri një pamje. Pak si të pjekura. Dhe kjo bëhet edhe për t'i dhënë shije, sepse kur piqen ato japin një aromë dhe në mënyrë që të ruaj, si thua, formën edhe klitaraqja gjatë zjerjes. Atëherë shojmë do recetën në ekran, shikojeni me vëmendje, se është shumë e veçantë. Ne kalojmë dhe pak orizin dhe pastaj shtojmë lëngun që kemi planifikuar. Këtë e kemi fikur, Po. Që kemi dhënë shijen e duhur. Pra kemi shtuar dhe pak fare limon për ta zbutur, mund të shtohet limon, mund të shtohet pak verë, për t'i dhënë dhe shijen e fundit, si thuash. Kjo është gati. Atëhere, e skuqim pak. Jemi duke kaluar pak në atë tradicionale, në? Se shpeshere kemi zier orizin dhe kemi bërë të zier vetëm. Po ta bëjmë dhe njërë ndryshë të njëtë? Atëre, e kalojmë në skuqje dhe orizin, pasi e kemi lëmë në ujë të valuar, pra e kemi valuar ujën, kemi edhur masën e orizit në një enë të veçantë, do më thënë me ujë të bollshëm. Nuk ka rëndësi masa e ujit. Dhe e lëmë atje disa minuta. Kur them disa minuta, shkon dhe 30 minuta, e lëm orizin, sepse në ujin e valuar, orizi mblidhet, dhe kështu do të përftojmë pilafin kokër. Të themi që, si që themi neve, shprejen kokër. Jo i qullur, ashtu që duket kokra uji ftohtë, ne kemi thënë që uji ftohtë e zbërthen amidonin, ndërsa uji i nxehtë e mbledh. Prandaj dhe e vëm në ujë të nxehtë. Ja pra. Shtojmë ujin tani, duke hedhur me masën që kishim gotën. E kemi këtu? Po, le ta bëjmë me masë, si që kemi bërë vazhdimisht, me gotën e ujit. Edhe qesve, s'ka problem. Këtë garushtën. Do me thënë, kemi hedhur një gotë, apo jo, një gotë oriz, do të hedhim 2 lëngë. Lëngë që ne kemi përgatitur. E kemi bërë me tabletën snarë, kështu që nuk është vetëm ujë. Po. Le ta bëjmë kështu me masë. Se zonjat janë duke diskutuar tani që ne s'kemi nevojë për masë, e bëjmë edhe me sy, por masa është. Ja pra, 1 me 2, kujdes mos digjesh. Kripën e kemi pasi ka dhe tableta Knorr, megjithatë e provojmë dhe e caktojmë nëse duhet apo jo. Tjetër. Jo, kripa është shumë mirë. Është në rregull? Shumë mirë është. I vëm kapakun? I vëm kapakun, i heqim dhe këto. Artillerinë e rëndë? Vetëm kjo na duhet. Kush na duhet? Kjo për të Njëra nga kapur tomashat, po. Për të kapur pjesët e pulës. Po. E heqim dhe këtë dhe do të bëhemi gati për të përgatitur një sallat edhe pjatancën ku do vendosim edhe, do me thënë, do të vendosim pak sallat, pak pilaf, pjesën e pulës, apo jo? Na dalin 5 minuta. Më pak se do shërbetosim dhe revanin. Pa tjetër që na dalin. Atëherë kjo pjata kemi lënë të ftohet. Na del zonja Tefta? Si? Kjo pjata na del. Po. Atëherë, bëjmë prerjen e pulës, mirë është që të bëjmë prerjen. Kemi një pamje tjetër. Në të formë. E lëmë, orizin e kemi vendosur. Gjithashtu do të përgatisim salatën. Një minutë. Na duhet një tas apo? E kemi këtu. Një tas i madh, ta përgatisim, pastaj do ta hedhim në enë. Duhet të nxitojmë që të kapim kohën. Po. Atëherë të gjithë përbërësit i kemi të lara. Të freskët. Patjetër. Mundet pak të
talierin tjetër. Atëhere. Ta kontrolloj dhe njëherë Evaninun? Po, si e bërë duket? Si mendon ty? Ngjyrën e ka. E plot duket. Atëre ta nxjerrim, ë? Ja, ta shohim edhe një herë se duket bukur në ekran. Po. Ashtu. Me ngjyrën e pjekjes. Ja, ta nxjerrim tani. Me kujdes, mos digjesh. Kujdes mos digjesh, ha? Bravo. Edhe mund ta shohim dhe njëherë me tikën, ë? Po. Atëherë kemi rukollën, kemi nenixhikun, do bëjmë një përzierje shumë të mirë që na jep freski. Na jep freski. Kemi majdanozin, cilën mund ta lëm kështu me gjethe. Mora këtë të furku, se thikën e bë pjesa të vogla. Mirë. Po kishim edhe tik tjetër, ha? S'ka gjë dhe këtu. Ja. E fshiu. Është e mrekullueshme. Tani do marrim tikën, ta presim që ta shërbetosim, ha? Po, në rregull. Atëherë, rukola, majdanoz, kopër, disa nga gjethet e sallatës jeshile. Tani nxora gjithë tikat unë këtu. Ta shprem dhe pak, e kemi larë në fakt. Na doli kjo tika e xhepit që është më e vogël. E pra, pikërisht. Tani presim ato dhe ta shërbetosim, ë? Po. Do e presim me ato garuzhën e vogël, e shërbetosim, edhe arën e kokosit e kemi këtu apo jo? E kemi aty, po, jashtë. Atëherë, e presim në këtë formë, ja. E shikojmë që tika del e pastërt, ë? Ne kemi drejt apo jo? Apo duket sikur e kemi drejt? Po nuk ka problem. Pjekja është bërë shumë mirë. 170 gradë pa frikë. Janë temperatura që janë të përcaktuara. Tani mund t'ja edhësh ti, unë të vazhdoj sallatën. Në rregull. Atëherë. Jemi në minutën e fundit, zonja Testa, sepse duhet të servirim edhe pulën. Edhe orizin, se dim si e kemi gjendjen. Po, me radhë. Ju përshëndesim me shumë dashuri nga kuzhina jonë këtu në Rrezë Dielli.